me shantazhe në formimin e qeverisë të tjera, ndërkohë që i shfrytëzon edhe anët ligjore në momentet kur asaj i konvenon. Domethënë, i është dhënë një liri absolute e veprimit, prandaj vepron kur i shkon përshtati, vepron sipas rregullave, sipas asaj që është e normuar në Kosovë, ndërkohë që kur dëshiron të bëj gjëra të tjera, orientohet drejt për drejt nga regjimi i Beogradit. Por kur jemi tek pjesa e zgjedhjeve, edhe miratimi i rezultateve përfundimtare sikurse i partive të tjera që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, i bie të mos jetë një farforme në kompetencë as të KQZ-s, as të institucioneve, as partive politike madje, që ta bëjnë një gjë të tillë? Spari ne duhet të trajtojmë dy gjëra të ndara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është agjenci e pavarur e Republikës Kosovës. Sado që aty marrin pjesë përfaqësues të partive politike, prapë si agjenci është e ndërtuar që të jetë si agjenci e pavarur shtetërore. Prandaj aty nuk pritet ndonjë vendimarrje në kuptimin që ne kemi pritur ose edhe kemi dashur. Personalisht, po flas si kollab, unë do doja që lista serbe të largohej përfundimisht nga politika e Kosovës për shkak të veprimtarisë së saj antiligjore, për shkak të vrasjes së policëve të Kosovës, për shkak të marrjes pjesë të kryetarit, drejtuesit, eksponentit shumë të lartë të saj në sulmin e Banjskës, pastaj edhe në sepse nuk ka kuptim të jesh pjesë një organizate terroriste që Kosova ka shpallur terroristë dhe në anën tjetër të jesh përfaqësues dhe të depërtosh në parlament. Kjo i ndodh vetëm Kosovës dhe nuk ka asnjë shembull as brenda Bashkimit Evropian, asnjë shembull brenda asnjë shteti demokratik ku tolerohen gjëra të tilla. Kjo na ndodh neve për shkak të kësh kuptimit të multietnicitetit. E dyta që do doja që ta flisja është që PZHP-ja nuk është organi i cili mund të bëjë vendimarrje të tillë që ta largojë nga procesi i zgjedhjeve. Shteti i Kosovës ka mekanizma të tjerë të cilët do duhet të shfrytëzonte dhe duhet të tejkalohet politika dhe keqkuptimi i multietnicitetit për këtë pikë. Lista, kur themi lista serbe, me plot të drejtë, i themi ose i ashtojmë cilësorin instrumenti i shtetit të Serbisë brenda Kosovës. Unë mendoj që në diskursin publik të Kosovës kjo duhet të hyjë, sepse e vërteta është e tillë. Ajo është një parti ose një lëvizje politike e themeluar nga shteti i Serbisë dhe vepron në mënyrë vertikale, domethënë drejt për drejt merr urna, strategji, veprime konkrete. Përfshirjen e saj në sulmin e Banjskës as të Ibërlepencit, por mbasi janë të tjera institucionet që duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Po pra, nuk duhet t'i lënë KQZ-s edhe organizatat të pavarura këtë punë, por kjo duhet të tejkalohet si nevojë e kohës dhe gjykatat e Kosovës duhet ta shpallin një herë mirë, edhe si parti jo kushtetuese, sepse e tham veprimtarinë e saj politike në kundërshtim të plot me kushtetutën, edhe e dyta për shkak të aktivitetet terroriste